أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamet i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë dhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin e fjalës së Allahut të lartësuar, Kur'anit famulart, me koment të Ibn Kathirit rahmetullahi alayhi dersi 44 me radhë. E që neve sot me lejnë Allah Gjalla Sha'nuhu wa taqaddasat asma'u do mundohemi të shpjegojmë pra ajeti 99 deri tek ajeti 103. Allahu Gjalla wa Ala thot në surën Al-Baqara pra në ajetin 99: "Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun." Kërkoj pak ndjes për shkak të fytit. Allahu Gjalla wa Ala thot: "Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat." O Muhammed, ne të kemi zbritur ty argumente të qarta të pejgamberisë tënde, që ti je pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. "Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqin." Illa al-fasiqun. Edhe nuk i mohon argumentet e Allahu xhalla sha'nuhu, këto argumente as të qarta që ne ti kemi bë ty, o Muhammed, vetëse një popull, vetëse ai i cili është larg rrugës së Zotit subhanahu wa taala. "Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun." Thot Allahu Jalla wa Ala për Bani Israil në Medinë, sa herë që ju jepet diçka në premtim, në besë, ata e thyen premtimin. Një grup i tyre, thot Allahu Jalla wa Ala, e thejnë premtimin, bal aktharuhum la yu'minun, dhe një shumicë e tyre nuk besojnë fare Allahun azza wa jalla. "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." E kur ju erdhi mesin e tyre pejgamberi alayhi salatu wassalam pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin famlar që e vërtetonte Tevratin që kishin në duar, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allahi wara'a dhuhurihim. E një pjesë e tyre që ju dha libri ahlul kitab e hodhen Tevratin, librin e Allahut, edhe Kur'anin prapa shpinës së tyre. E hodhen këtë rast është Tevratin prapa shpinës së tyre, ka'annahum la ya'lamun, edhe sikur mos me ditë diçka për këtë çështje, sikur se nuk dinë asgjë, ndërsa në realitet e dinin fort mirë se çka duke hedhë pas shpinës së tyre. "Wattabi'u ma tatlu ash-shayatinu 'ala mulki Sulejman, wa ma kafara Sulejman walakinna ash-shayatina kafaru." Edhe e pasuan, thot Allahu Jalla wa Ala, thënien e djajve, thënien e shejtanëve në kohën e Sulejmanit alayhis salam, wa ma kafara Sulejman. Sulejmani alayhis salam nuk ishte i pa fe, po shejtanët ishin të pa fe. "Yu'allimuna an-nasa as-sihra", ja mësonin njerëzve magjin, sihrin. "Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut", dhe ndoqën ato që ju zbriti Zoti Jalla wa Ala nëpërmjet dy angjëjve, Harutit dhe Marutit në Babiloninë e Irakut. Edhe vazhdon ajeti deri në fund. Këto ajete, dashur vëllezër, kanë domethënie të rëndësishme për neve si besimtarë me marrë mësime. Allahu Jalla wa Ala na tregon që këta të cilët i ndoqën djajt dhe shejtanët nuk kanë mundësi që ta ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse erdhi Rasulullah me aq bindje të forta, me aq argumente të qarta, sa që ju tregonte edhe për librin e tyre, edhe për paraardhësit e tyre, edhe për Jakubin alayhis salam, edhe për gjërat të cilat nuk i dinte vetë se një pejgamber i Allahut. Dhe nuk e besuan dhe e mohuan. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që Allah azza wa jalla në këtë ajet të Kur'anit na tregon që kur ju erdhi atyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Kur'an, e morën Tevratin dhe dysheronin që ta argumentonin kundër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Tevrat. Kur e ponë që Tevrati dhe Kur'ani përputhen me cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përputhen me ligjin e Zotit xhallahu ala sa I përket ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Nebedhe feriqu minhum, një grup për tyre, alladhina utul kitabe, thëtë Allahu, wara e dhuhurihim, e lan librin e Allahut mbrapa shpinës së tyre, e lan Tevratin, që ja u zbriti Allahut që përputhe me Kur'anin, o të bëu ma tetlu shayatinu ala mulki Sulejman. Edhe u morën me librin e Asafit, të cilën e shkrujtën shejtanët në kohën para Sulejmanit a.s. e cila ishte magji, me ta e morën dhe mundonin që ti kundërvyhenin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra lan librin e Allahut, Tevratin, dhe u morën me libra të magjive, thot Allahu xhalla wa ala në këtë ajet. E si ka ardhur deri te kjo çështje? Kur'ani është sharan. Kur'ani dashur vëllezër, Kur'ani është hartë, një hartë e cila i sqaron të gjitha të vërtetat. I sqaron të gjitha të vërtetat i qet në shesh. E mbron Allahu azza wa jalla rrugën e tij, i mbron të dërguarit e tij. Prandaj, kush e lën hakun, pa dyshim që ka me ndjek të kotën. Kush e lën devotshmërinë, ka me ndjek mëkatin. Kush i lën rrugën e pejgamberëve, ka me ndjek rrugën e shejtanëve. Kjo është rregull kozmologjik i Allahut azza wa jalla. Është rregull, ligj i kozmologjik i Allahut në tokë, që ai i cili e lën të vërtetën, ka me ndjek të pavërtetën. Ai i cili e lën rrugën e pejgamberëve, ka me ndjek rrugën e shejtanëve. Ai i cili e lën devotshmërinë, ka me ndjek mëkatin. Ai i cili e lën sunetin e Resulullah, ka me ndjek bidatin. Ai i cili pasurinë e tij nuk e shfrytëzon për me kënaqë Allahu xhalla wa ala, ka me shfrytëzu atje ku e hidhron Allahu subhanahu wa taala. Është ligj kozmologjik. Edhe këta e lën rrugën e Zotit xhalla wa ala, e lën librin e Allahut edhe i ndjekin librat e shejtanëve. Rregull. Para ardhjes Sulejmanit alayhis salam, dashur vëllezër, para se ardhë Sulejmani alayhis salam pejgamberi i Allahut, e gjenët ja mësuan fallxorëve sihrin, shejtanët. Dhe shejtanët u ngritnin në qije dhe mundonin që t'i ndëgjojnë me lajket çka bisedojnë në qijet e dynjas, në mënyrë që pastaj të vinë dhe t'i lajmërojnë fallxorët në tokë. Ja u binin një të vërtet dhe ndodhte ajo e vërtet dhe 70 rrana tjera ja u tregonin fallxorëve. Sa që u përhap tek njerëzit që e gjenët e din të fshehtën. Që e gjenët, djajt e din gajbin të fshehtën. E Allah azza wa jalla dërgoi Sulejman alayhis salam pejgamber, kur dëgjoi Sulejman alayhis salam këtë çështje, i mbledhi të gjitha ato libra që ishin libra të magjistarëve dhe i futi me një sënduk dhe atë sënduk e groposi nën fronin e tij. Nën fronin e tij. Dhe kushdo që dëshiron të afrojë prej xhinëve tek ato libra në mësu magjin, u diqte, e djegte Allahu xhalla wa ala. Dhe tha, ai i cili pretendon që e din të fshehtën pas Allahu xhalla wa ala, atëherë do ta dënoj me vdekje, Sulejmani alayhis salam. Kur vdiq Sulejmani alayhis salam, vdiqin edhe dietarët të cilët ishin me Sulejmani alayhis salam dhe e dishin që e kanë gropos magjin e xhinëve dhe shejtanëve. Shejtani alayhi la'natullah këtë që punë ka optën, i deviju njerëzit nga rruga e Allahut. U frymësua në formën e njeriu dhe u tha atyre që kanë mbet nga njerëzit thuajse të devotshëm dhe dietarët e tyre të cilët nuk keni një ori për ato që ndodhin në kohën e Sulejmanit. Dhe ju thanë që në thronin e Sulejmanit janë disa libra që ju duni me nxjerr dhe aty e keni të ardhmen e juve. E shihni se me çka ka gjykuar Sulejmani alayhis salam. Shejtani alayhi la'natullah nuk ka afronte se ditë që digjet. Dhe ata njerëz e groposen, i gjetën ato libra dhe libra të magjisë. Dhe ju tha shejtani alayhi la'natullah, apo e shihni që Sulejmani i ka sundu njerëzit e gjenët shpezët me magji. Dhe u përhap në mesin e njerëzve që Sulejmani ka qenë magjistar e Allahu xhalla wa ala pas shumë shekujve e mbrojtje të dërguarin e tij nëpërmjet gjuhës së Kur'anit të lartë. U përhap të bën Israel që Sulejmani alayhis salam ka qenë magjistar, hasha lillah. E Allah azza wa jalla tha: "Wa ma kafara Sulejman walakin ash-shayatin kafaru." Sulejmani nuk ishte i pafejt Allahu xhalla wa ala. Po shejtanët ishin të pafejt, sepse kur ndëgjuan bën Israel
rrjedhën e pejgamberëve si po e lexon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe I përmend të dërguarit e Allahut në Kur'an, në mesin e tyre ishte edhe Sulejmani, u çuditën ata. Tha çysh ky po e përmend Sulejmanin birin e Davudit, ai ka qenë magjistar. Hasha lillah, I patmeta është Allahu dhe pejgamberët e tij janë të mbrojtur nga Allahu azza wa jalla. Shpifje ndaj të pejgamberëve të Zotit. E një prej hartave të Kur'anit që e bën me dije është me mbrojt pejgamberët e drejt, pejgamberët e Allahut, sepse ata janë njerëz të drejtë. Një prej arsyeve pra që Allah azza wa jalla ka zbrit Kur'anin, e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është me I mbrojt pejgamberët e tij që e kanë çuar rrugën e Allahut në të vend. E një prej tyre ishte Sulejmani alayhis salam. E Allahu xhalla wa ala ju tha atyne, jo mara, tha djajt ishin tha pabesimtar. Ja mësoni njerëzve magjin dhe jo Sulejmani alayhis salam. Sulejmani ishte robi I Allahut, I dërguar I Allahut. Pejgamberi I Zotit xhalla wa ala I thritë njerëzit në rrugën e drejtë. Ky pra është dallimi mes besimtarëve të vërtetë, rrugës së pejgamberëve dhe pabesimtarëve të vërtetë. Allahu xhalla wa ala në këtë ajet të dashur vëllezër, po thot Sulejmani nuk ishte I pa fe. Pse e tha? Ku Bene Israil nuk e akuzonin Sulejmani alayhis salam si të pa fe, nuk e akuzonin. Nuk than ata që Sulejmani është I pa fe, po than Sulejmani është sahir, është magjistar. E Allah po do më thonë që ai që është magjistar është kafir, është pabesimtar. Me gjuhën e Kur'anit. Ai I cili është magjistar është pabesimtar. Kafir. E Allah azza wa jall po don me mbrojt pejgamberin e tij, po thotë, jo more, po ky s'ka qenë as magjistar, sepse magjistari del prej fesë. E mohon Allah dhe pejgamberin e tij. Sulejmani alayhis salam ka qenë pejgamberi I Zotit, asgjë më shumë. Shikoni si e mbron Allahu xhalla wa ala të vërtetën nëpërmjet Kur'anit famlart. Nëpërmjet librit e tij, Kur'anit famlart. Prandaj dashur vëllezër, hebrejt e hodhën librin e Allahut pas dore dhe u morën me magji. U morën me magji duke mësuar magjin dhe duke mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla wa ala na tregon gjithashtu në këto ajete që janë shumë të rëndësishme. Ku thot Allah subhanahu wa ta'ala, "Wattabi'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman." Ata e pasuan çka ja mësuan shejtanët në kohën e Sulejmanit alayhis salam. Wa ma kafara Sulejman, walakinna ash-shayatina kafaru. Sulejmani pra ishte besimtar, ishte I dërguari I Allahut, nuk ishte I pa fe, po djajt ishin të pa fe. Pastaj thot Allah azza wa jall, "Wa ma unzila 'ala al-malakayn bi Babil, Harut wa Marut." Edhe e pasuan ato që Zoti xhalla wa ala sipas një versioni të komentimit të Kur'anit ja u zbriti dy melajke dhe Haruti dhe Maruti në Babiloni. Cila është historia e këtyre dy melajkeve në qoftë se marrëm me këtë pjesë të tefsirit? Dashur vëllezër, ulema islami ndalen dy kategori sa I përket tefsirit të këtij ajeti të Kur'anit. Komenti I parë I ulemave është që Allahu xhalla wa ala I zbriti dy melek, Harutin dhe Marutin në Babiloni, në Irak, në mënyrë që t'ja mësoj njerëzve hajrin edhe sherrin. Hajrin edhe sherrin. Ja mësonin hajrin dhe I thonin veprone hajrin. E ja mësonin çka është sherr dhe I thonin runu prej sherrit. Nëse ja mësojmë sherrin që më bë ato, po runu prej ti. E një prej sherrave që ja mësuan dhe ja treguan njerëzve që shejtanet e veprojnë dhe ju mos u bëni si ata, sepse ata nuk e dinë të fshehtën, po Allahu xhalla wa ala është e fshehta, është edhe magjia. Ja mësuan ja si bëhet magjia, ja si ndohet burri pe gruas, o ju mos e veproni. Melajket, Haruti o Maruti I thanë mos u afroni tek. Sepse ai që afrohet bëhet I pa fe. Ai që afrohet bëhet I pa fe. Mos u afroni tek magjia. Kështu transmetohet prej Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. E kur insistonin njerëzit me mësu magjin, shkonin, I thonin shkonin te filon veni, atje I shejtanet ja mësojnë. Dhe shejtanet I merrnin dhe ja mësonin magjin dhe dilte nga çdo trup I njeriut që shkonte dhe mësonte magjin, dilte një dritë. Dhe ai është drita e imanit dhe u fut te drita e kufrit dhe mosbesimit dhe pastaj njerëzit thoshin mirë por neve, po ka qenë vonë pastaj. Sepse dul drita e imanit mos kthehet. Ky është versioni I shumë prej dietarëve islam. Se Allah Azza ka përmend Harut dhe Marut për arsye se jehudët le që I akuzonin pejgamberin e Allahut.
Po akuzuan Gjibrilin a.s. dhe Mikailin duke ju thonë që ata ja kanë mësu magjin Sulejmanit a.s. Subhanallah. E Allahu tha, jo, Haruti dhe Maruti janë ata që Allahu Jalla wa Ala i ka urdhëruar. Dhe jo Gjibrili dhe Mikaili. Verzioni tjetër që Imam Kurtubiu insiston në të, dashur vëllezër. Imam Kurtubiu insiston në të është pjesa e fjalës ma, o ma unzila ala al-malakain. Kjo ma në gjuhën arabe komentohet si pjesës negative. Pjesës negative. Ku Allah Azza wa Jall thot, Sulejmani a.s. nuk u bëj pa fe, po shejtanët u bën të pa fe, e Allahu nuk ja ka zbrit me lajkeve sehrin që pretenduan jehudët nëpërmjet Gjibrailit dhe Mikailit, po shejtanët janë ata të cilët ja mësonin njerëzve si Haruti dhe Maruti në Babiloni. Kjo është koment gjithashtu i Kur'anit për shkak të pjesës së ma, që komentohet që është negative, jo, domethënë, Allah nuk ja zbriti nëpërmjet melekëve sehrin, sepse melekët janë të pastra. Melekët e Allahut nuk bëjnë gjunohe. Melekët e Zotit nuk ja mësojnë njerëzve sherrin, po ja mësojnë hajrin. Allahu Jalla wa Ala i urdhëron wa yaf'aluna ma yu'marun, edhe ato i urdhërojnë e urdhrat e Allahut i çojnë në vend. Ky koment i Imam Kurtubiut thot, Imam Kurtubiu kjo në aspektin gjuhësor kështu komentohet dhe çdo komentim tjetër i këtij ajeti është i pavlerë. Është i pavlerë. Sipas Imam Kurtubiut, domethënë kështu komentohet që Allahu Jalla wa Ala na tregon nëpërmjet këtij ajeti që mësimi i magjisë është kufër, është mosbesim, dhe Sulejmani a.s. ishte pejgamberi i Allahut, dhe ata që ja mësonin njerëzve sihrin janë e xhinët, janë shejtanët, që ja mësonin Harutit dhe Marutit njerëzve në Babiloni, e ata ja mësonin njerëzve të tjerë magjinë. Cila është poenta e ajetit, dashur vëllezër? Pa marrë parasysh komentin e ulemave të Islamit. A nëpërmjet zbritjes së melekëve për më urujt muslimanët ka e keqja, apo nëpërmjet këtyre njerëzve Haruti dhe Maruti? S'është më rëndësi se si e kanë mësuar magjinë ata. S'është më rëndësi. Po të ishte më rëndësi të veçantë, Allah duhet sekte sikur se që ka sekte në ajetet të qarta. Poenta e ajeteve është, dashur vëllezër, që muslimani nuk guxon ta lënë anash librin e Allahu Jalla wa Ala, që e lën ata edhe më u marr me magji, më u marr me gjëra të kota. Kjo është poenta e ajetit. Me mbrojt Allahu Jalla wa Ala të vërtetën, rrugën e drejtë, me mbrojt pejgamberët e tij, sikur Sulejmani alayhis salam, mi u tregu atyre që Sulejmani ishte në rrugën e drejtë, ju jeni në rrugën e devijuar. Ju jeni ata që po mësoni magjin dhe jo Sulejmani alayhis salam. Ju e lat librin e Allahut Jalla wa Ala brapa shpinës dhe u kapët pas të kotës. E ne si musliman nuk guxojmë me lënë librin e Allahut brapa shpinës dhe më u marr me të kotën. Kjo poenta e ajetit. O musliman, lënë librin e Zotit para juve, gjithmonë merruni me to, gjithmonë studioni atë, gjithmonë shkoni rrugës së tij. Sepse po nuk shkuat rrugës së tij, keni më shkuar rrugës së librave të fallxhorëve pastaj. E so kusht me pas magji ajo libër. Jo nuk është kusht me pas magji, është kusht me pas devijim, edhe ka devijim. Edhe ka devijim. Kur njeriu, kur muslimani, kur besimtari largohet nga rruga e Allahut Azza wa Jall, nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka me ndjek rrugën e devijuar. Ka me ndjek librat e fallxhorëve. Kur largohet nga devotshmëria, ka me ndjek mëkatin. Kur largohet nga suneti, ka me ndjek bidatin. Kur largohet nga e vërteta, ka me ndjek të pavërtetën. E Allahu Jalla wa Ala nëpërmjet këtij ajeti po na tregon neve që ata e lanë hakun, e lanë të vërtetën dhe shkuan pas të pavërtetës. Ju mos u bëni si ta. Ju mos u bëni si ta, me lanë fjalën e Allahut dhe me shku pas të kotës. Wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Ashtu si që thamë. Sa herë që javë tregoni njerëzve të keqën, ju thonin, mos e afro tek ajo, mos e afro tek magjia. Fala takfur, mos u boj pa fe, mos dil prej fesë. Inma nahnu fitna, kjo sprovë për juve. Allahu Jalla wa Ala i sprovon robrit e tij. E kalon që në tokë të bëhet haramet, në që ti sprovon robrit e tij. Kjo është e njëjtë thonë ulemaja, sikurse që kalon zinan të veprohet në tokë, e kalon alkool të pijet në tokë, e kalon haramet ndryshme të veprohen në tokë,
Sprovë për njerëzit. Edhe magjia është e tillë. Ja ka tregu njerëzve, ka thënë, runi prej kësaj, mos u afroni se dilni prej fesë Allahut azza wa jall. E njerëzit yrëshën ta. Çka më i bë pastaj me lajket? Çka më bë pastaj me lajket me atë njeri I cili bën hujum tek harame? Sikur Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu I cili sahabët tjerë pyetnin Resulullahun, ja I dërguar me Allah, tregona khairin. Ai e pyette për sherrin. Pse? Do më ruaj prej tij. Edhe këto me lajken nëse e marrmi në versionin e parë, ju tregoni njerëzve khairin, po ju tregoni jetë ko sherrin në mënyrë që të ruhen prej tij, jo të binë ta. Dhe t'ju tregoj njerëzve që sihirbazët nuk e dinë të fshehtën, magjistarët nuk e dinë të fshehtën. Allahu xhalla wa ala e din të fshehtën, vetëm askush tjetër. Dhe t'ja u bojnë me dije rrugën e qartë njerëzve, mirë po ja që njerëzit fatkeqësisht Allahu xhalla wa ala I lejon të gjitha çështjet, një e bën të ndaluar, shejtani I mashtron dhe I vepron në të. Sa pije ne I kem halal, një e ka ndaluar Allahu xhalla wa ala, alkoolin, njerëzit bojnë hujum në alkool. Njeriu ka halal me u martu, edhe njeriu vrapon pas amoralitetit. Allahu xhalla wa ala ka bë halal tregtin dhe I ka bë halal të gjitha të mirat tregtare, njeriu vrapon pas kamatës, pas krediteve ndryshme. Allahu xhalla wa ala na I ka zbrit Kur'anin që ta ndjekmi si rrugë, e është I vetmi libër në tokë që Allahu xhalla wa ala tregon për të kaluamën dhe për të ardhmen, I cili është versioni vërtet prej Zotit xhalla wa ala, dhe njerëzit e lanë librin e Allahut dhe vazhdojnë me librat e tjerë dhe me librat e fallxhorëve, sikurse që kanë vazhduar Bene Israelët që kanë qenë në Medinë ku Allahu azza wa jall e tregon, domethënë, e tregon rastin e tyre. Pra dashur vëllezër, për dobive që marrim nga këto ajete, është që mësimi I magjisë tek shumica dërmuese e ulemave të Islamit është mosbesim, e çet njeriu nga feja e Allahut. E çet njeriu nga feja e Zotit xhallashan. Sepse e pa që me lajket, kur ju thanë mos ka me shku, sepse është fitnes sprov, del prej fesë, sa herë që ju afron të dikush dhe mësonte dhe shkonte për ta mësuar te shejtanët magjin, I delte imani nga trupi I tij dhe u futte mosbesimi, kufri dhe u futte domethënë shejtani në trupin e tij dhe kësaj e humb dynjan e tij dhe ahiretin e tij. E humb ahiretin e tij, sepse ajo dritë e simbolizon imanin. E dalja e dritës nga trupi e simbolizon që imani ka dalë nga trupi I njeriu dhe njeriu do të jetë domethënë përgjithmonë në xhenem, Allahu na rujt prej tij. Gjithashtu dashur vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na tregon ka fundit e ajetit wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Sot magjia nuk I bën dëm njeriut illa bi idhnillah, vetë se kur don Zoti xhallahu ala. Do të më di që është e dopt. Sihri, magjia, që njerëzit mirën me ta, që mundohen me I bën dëm të tjerëve, që mundohen me I da çiftet me zveti, me aprish dikujt lumturinë, me aprish dikujt rahatlokun në shtëpi. Është e dopt, për vetë se kur don Zoti xhallahu ala me të bëj dëm. Për ndryshe, nuk mund me të bëj dëm pa thënë Allah subhanahu. Andaj robi nuk duhet më utut nga këto gjëra. Nuk duhet më friksu nga këto gjëra, sepse ne jemi popull shumë friksues. E shet diçka ka livrin shpim më zvet për neve. Ka një çeremit e dikon po livrit, na pas ka bë dikush diçka. Do pika e shenë për obor ku kush ka më zvet për ne. Ja, më vëllai dashur. Dhe të bojnë ata çka doin. Ata vetëm se kanë dalë prej fesë së Zotit xhallahu ala, e kanë humb imanin e tyre. Wa ma hum bidarrin bihi illa bi idhnillah. Ata nuk mund me bë dëm. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. S'mund mi bë dëm askujt vetëse me lejen e Allahut azza wa jall. Vetëse me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye dashur vëllezër, ka në hadithe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush shkon te fallxhori apo magjistari dhe I beson në atë që thot ai, e ka mohuar atë që është shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk mjafton vetëm mësimi I saj, por edhe shkuarja tek këto, tek ta, tek fallxhorët, është rrezik I madh me mohuar Allahun dhe pejgamberin e tij, sepse hadithi është autentik dhe është sahih. Pra ai që shkon te fallxhori dhe I beson çka thot ai, e ka mohuar Allahun dhe pejgamberin e tij. E ka mohuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anin. E ka mohuar Kur'anin famulart. Gjithashtu ka në hadithe tjera që vetëm me shku tek ai 40 ditë namaz si pranohet njëri.
40 ditë, namazi nuk I pranohet. Për shkak se ka shku te një njeri I cili ka bë kufër, ka bë mosbesim, ka mohu Allahun dhe pejgamberin e tij, e ka lënë pas shpinë librin e Allahut dhe është marrë me librat e shejtanëve dhe e gjinëve prej kohës së Sulejmanit alayhis salam. Prandaj dashur vëllezër, kjo çështje është e rrezikshme. Është e përhapur kohëve të fundit shumë. Shumë është e përhapur. Fatkeqësisht. Shumë është e përhapur. Sidomos zinia femrore. Sidomos zinia femrore. E përhap shumë magjia. Shkojnë te magjistarët, shkojnë te fallxhorët. Bëjnë lloj-lloj dreshnia me arrit diçka nga kjo dynja. Me arrit diçka nga kjo dynja, sikurse bën Israil te Medina që kanë qenë. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Sa për pak çështje u shitën. E shitën botën tjetër. Për sa pak çështje e shitën law kanu ya'lamun, sikur ta dinin ata. E hupën ahiretin, e hupën xhenetin e Zotit për diçka të pavlefshme të kësaj dynjaje. Nuk e pasuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e besuan librin e Allahut, Kur'anin famlar. E hudhën pas shpinë edhe të vratin që u përputhte me Kur'anin famlar. Për këtë me cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Walau annahum amanu wattaqu lamathubatun min 'indillahi khayr law kanu ya'lamun." Thot Allah azza wa jall, "Walau annahum amanu", sikur ata të besonin Allahun azza wa jall dhe të ruheshin, të ishin të devotshëm, lamathubatun min 'indillah, sikur ta dinin kishin me pas shpërblime të mëdha prej Allahut. Sikur ta dinin kishin me pas shpërblime të mëdha prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj dashur vëllezër, kjo ajet neve duhet me na hap syt, me na bë katra si musliman. Sepse muslimani nuk gëzon të jetë prej kësaj kategorie të njerëzve të cilët e lanë anash librin e Allahut. Dhe pastaj mirën me gjërat kota. Ju I keni pa që ai që shkon te fallxhorët, ai që mirët me gjërat kota, ai ka lanë anash librin e Allahut. Ai nuk e di çka Kur'ani famlar. Ai nuk e di çka libri I Zotit dhe fjala e tij. Sikur ta dinte çka është Kur'ani dhe fjala e Zotit, nuk kish me shku te fallxhorët. Po lënia anash e librit të Zotit e bën që njeriu të shkon pas librave të shejtanëve. E bën që njerëzit shkojnë pas librave të shejtanëve pastaj. Lënia e rrugës së drejtë bën që pas tjetër me ndjek rrugën e pavërtetë. Lënia anash e pasurisë me shfrytzuar në halal, patjetër do ta bëjë njeriu që ta shfrytëzoj pasurinë e haram. Prandaj ky ajet është vëllezër, na tregon një hartë të qartë të rrugës së drejtë. Na tregon që Kur'ani famlar përpas që është libri I Allahut, fjalë e tij. Allahu nëpërmjet tij e mbron fenë e tij prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E mbron rrugtimin e fjalës la ilaha illa Allah, që ka qenë nëpërmjet pejgamberëve të Zotit, të cilët njerëzit I kanë gjykuar dhe I kanë trajtuar jo si duhet, dhe I kanë quajtur me lloj-lloj etiketime. Allahu I mbroi. Allahu azza wa jalla ka mbrojt Ibrahimin alayhis salam, e ka mbrojt Nuhin alayhis salam, e ka mbrojt Musa alayhis salam me intriga, e ka mbrojt Harunin alayhis salam, e ka mbrojt Sulejmanin kur I ka thonë magjistar, e ka mbrojt Isën kur I ka thonë djali I Lavirës, ka thonë jo s'është ashtu. E ka mbrojt kur I ka thonë biri I Zotit, ka thonë jo s'është ashtu, është robi I Allahut azza wa jalla. Pra Allahu xhalla wa ala nëpërmjet Kur'anit famlart I mbron robërit e tij. I mbron robërit e tij. E prej robërve të Allahut janë pejgamberët, janë njerëzit e devotshëm, janë njerëzit që I kryjnë obligimet e Allahut dhe ndalohen nga ndalesat e tij. Allah azza wa jalla I mbron cilësitë e tyre në librin e tij Fisnik dhe na I bën hartën e qartë me GPS për me shku në xhenet. Vetëm ai na ata që punojnë. Me GPS. E din hartën. Ka rruga për me shku në xhenet. Nëpërmjet Kur'anit famlar, sepse Kur'ani është navigacion që e çon njeriu në xhenetin e Zotit, dhe kush e humb Kur'anin dhe e lën prapa shpinës, e ka humb navigacionin e tij, sillet vetëm me veturë, mirë, por nuk mundesh me gjetë rrugën në destinacionin e tij të fundit. Ne lutem Allahun azza wa jall që të na falë neve dhe juve. Na bëj për atyre besimtarëve që ndjekmi librin e Allahut subhanahu wa taala dhe ajetet e tij. Ta falenderojmë Allahun xhalla wa ala që na ka bërë pjesëtar të dinit, pjesëtar të librit, pjesëtar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili I ka mbrojt shokët e tij pejgamber nëpërmjet shpalljes, sikurse që ka qenë Sulejmani alayhis salam, që kanë shpif për ta që Allah azza wa jalla mbron nga mbi 7 qiej, sikurse që I ka mbrojt edhe shokët e tij ashtu si do shohim në ajetet tjera të surave tjera, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.